Koni është një mace që sapo ka lindur të vegjëlit e saj. Ato janë gjithsej 5. Janë vetëm 2 orësh. Është e çuditshme se si kafshët sapo lindin kërkojnë vetë gjoksin e nënës, madje mund të mjaullin dhe janë të zotë për të ushqyer vete, ndërsa të vegjëlit e njeriut kërkojnë shumë kohë që të bëhen të zotë. Ja dhe macja duket e lodhur, megjithatë, ajo qëndron në një pozicion që t'i lejë vogëlushëve të saj mundësinë për të ushqyer me qumësht. Po ju të nderuar shikues, a ju adhuroni kafshët? A ju pëlqejnë macet? Nëse do ta pëlqeni këtë video dhe do ta shikoni deri në fund, do t'ju ofroj video të tjera të vegjelve të saj. Kotelet kur rriten, të paktën një muajshe, arrin bukurinë e tyre më të madhe. Dhe paradoksi që ndron pranë maces qëndrojnë kanerinat, ndërkohë që ato janë armiq të përbetuar të njëri tjetrit.